Dy lopë po kullosin, por jo në vendin e duhur. Rruga në lagjen Ali Ibra është rikthyer në deponi të mbeturinave duke shkaktuar telashe për banorët. E njëri nga ta tregoi më shumë rreth kësaj situate. Shumë vonë një herë ka qenë e pastrune, pastaj nuk e kanë pastru për shkak se nuk din kam i majt vendet. Kum bo kërkesa në komune, kum bo kërkesa në Tanaun, ju kanë dhënë 2 javë ditë afat mu pastru kjo, ne. Malle kam me dal fëmija në shkollë, gjerë në 2 për ditë, marketin e kemi në tonës s'moj me dal market, kundrazi, jëmë bo kalë me marrë fëmijët me dal në rrugë me flajtë para shkollës, s'jam gjende me ndajt në qmi. Sipas këtij banori, kjo zonë ishte e parapartë të bëhet rrugë, por një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. E parapame ka pas më bo rrugë sikur që është ajo. Domethënë kamet pa shtru, e kanë lënë kështu, nuk po di ku më shku më tepër. Me kërkesë për pastrimin e mbeturinave në këtë lagje, komunës së Gjakovës i është drejtuar edhe organizata jo qeveritare Concordia, e cila prapa kamerave i tha të vësyrit që janë ende në pritje për intervenim nga organet komunale.